Një nga problemet e hershme të Bashkisë Malësia e Madhe mbetet mungesa një shtëpie kulture, muzeu apo biblioteke për qytetarët. Kryetari i Bashkisë Tonin Marinaj ka justifikuar këtë mungesë duke u shprehur se bashkia nuk ka prona të trashëguara, por realiteti flet ndryshe. Mungesa këtyre investimeve është kryesisht pasojë e mungesës së vizionit dhe të vullnetit për t'i realizuar. Godina që shfaqet në ekran është ish shtatim taksat, e cila prej vitesh shndron e boshatisur dhe në gjendje të degraduar. Ky objekt mund të shërbente si hapësirë publike kulturore, por sot tregon vetëm neglizhencën dhe mos realizimin e premtimeve për qytetarët. Prej vitesh kjo godinë që në pas shpirës time nuk e kryen funksionin e vet për qëllimin me të cilin qendrotuar më parë. Pra, ka qenë pikërisht kjo godinë e cila shumë vite më parë ka shërbyer si zyrë për tatim taksat e Malësisë Madhe. Ndërkohë që nga e kohë që taksat e Malësisë Madhe janë bashkuar me taksat rajonale të Shkodrës, kjo godinë qëndron kështu me dyert të mbyllura, duke sikur është kthyer në një pikë grumbullimi e autobuseve të prishura. E themi këtë pikërisht jo thjesht për faktin që në fundit kjo është pasuria e qytetarëve dhe cila lihet kështu, por mbi gjitha është një arsye tjetër. Disa herë kreu i Bashkisë Malësia e Madhe Tonin Marinaj ankohet pikërisht për mungesën e godinave për institucionet e Bashkisë Malësia e Madhe. Ndaj, lind pyetja, pse nuk bashkëpunohet Ministrinë e Financave pikërisht për ta marrur të godinë dhe për ta kthyer në një nga institucionet e Malësisë së Madhe ku mund të jenë në Smilë një bibliotekë, një zyrë kulture apo gjithçka tjetër, pse jo. Ndaj, edhe një herë kërkohet që Bashkia e Malësia e Madhe, Ministria e Financave të bashkëpunojnë dhe të bësë kështu në mësit të fatit pasurinë e qytetarëve këtu në Malësinë e Madhe. Banorët dhe aktivistët e kulturës shprehen se qyteti ka nevojë urgjente për investime në kulturë për të rikthyer dinjitetin dhe jetën kulturore në Malësi.